Gjatë 3 ditëve të festivalit shqiptar 2025, në mjediset e kishës ortodokse Fjeti e Shën Marisë Uster, ngjalli interes për vizitorët dhe Akademia e Shën Kozmajt. Mbi bazat e një shkolle klasike, në mësimet mbi shkrimin, leximin, aritmetikën dhe artet, edukatorët e saj synojnë një formim të shëndetshëm ku e vërteta, e mira dhe e bukura t'i orientojnë nxënësit me rritjen e tyre gjatë gjithë jetës dhe më pranë besimit tek Perëndia. Filip Ekonomu dhe Franklin Zdruli tregojnë pak nga kjo përpjekje që ka nisur, si dhe diçka mbi interesimin dhe vlerësimin në këto hapa të parë. We started talking about this a couple of years ago, and we're looking around, we're saying, why don't the Orthodox in Worcester have their own school? So I met Frank, and we met a few other people. We formed a committee, and then we started talking. Then we went to look at other schools to see what the best schools are all about and what they're doing to help their children. And we created, and we noticed there were several Orthodox classical schools around the country that were absolutely stupendous, doing the wonderful things, focusing on truth, beauty, and goodness, focusing on not only making their children academically prepared, but also prepared with virtue. Because as we say, what good is a doctor, lawyer, or business person that doesn't have virtue, that doesn't know truth? That's what we want to create with our children. Nuk është thjesht që neve të përpiqemi të nxjerrim të ardhmen dhe të vëmë vizionin për të trashëguar një ekselencë në gjithçka që është e mirë dhe e vlefshme akademike, por është e rëndësishme që të rritim një brez me vlerat morale dhe me besimin në Perëndi. Se kjo do jetë në thelbin e kësaj shkolle. It's wonderful. We have had so much support from the St. Mary's families. People keep on asking us, when are you going to open? When are you going to open? And they're very excited about it. And I'm going to say, we're going to start our first major fundraising campaign in about a week. And the good news is, even before we start our campaign, we've already reached 10% of our goal with pledges and donations. So St. Mary's Church and their community has been a big part of that. So we want to thank them. Get ready, join our subscriber, go on stcosmasacademy.com, stcosmasacademy.com, and help us make history here in Worcester for our Orthodox communities, please. Unë gjithashtu dëshiroj në fillim të falenderoj kolegun tim, Filip, për fjalët e ngrohta që tha për komunitetin shqiptar pranë kishës së Shënmërisë, pjesëtarit të cilit jam edhe unë personalisht. Vërtet është një nga komunitetet më vitale ortodokse në Uster dhe kemi patur një mbështetje shumë të madhe nga të gjithë përkrahasit e kësaj ideje dhe nga komunitet. So, dëshirojmë të falenderojmë të gjithë antarët e komunitetit shqiptar dhe priftin atin ton shpirtëror atë Markun për gjithçka që po na akomodon dhe po vlerëson dhe ndihmon në shpyrjen e kësaj iniciative. Tani jemi në hapat e para, sigurisht, dhe kjo është një fazë tjetër që me përsëri duke shpresuar në Zoti dhe në bamirësinë e dashamirësinë e antarëve dhe të gjithë atyre që vlerësojnë këtë ide, jo vetëm në komunitetin shqiptar, por edhe në komunitetet tjera ortodokse, të shpresojmë që kjo iniciativë do të kthehet në realitet së shpejti, sepse pyetjet janë të shumta. Kur do filloni? Ne do bëjmë punën tonë dhe jemi të dedikuar që këtë iniciativë ta kurorëzojmë me sukses edhe një herë me irin e Perëndisë. Por të shpresojmë që ta kemi sa më shpejt mundësinë se sa më vonë. Akademia e Shën Kozmajt pranon pa dallime dhe është e hapur për çdo nxënës të bashkësisë qytetare të Usterit.